Në kuadër të ditës botërore të drejtësisë sociale, shoqata Shpresa organizoi një aktivitet sensibilizues mbi drejtësinë sociale për personat me aftësi ndryshe, të fokusuar në fushën e punësimit ku të pranishëm ishin përfaqësues të zyrës së punës, shërbimit social dhe bashkisë Shkodër. Në fjalën e tij, presidenti i shoqatës Luigi Mila theksoi se për këtë kategori ashtu si në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë nuk bëhet sa duhet për integrimin dhe punësimin e tyre. Unë me keqardhë po ashtu konsideroj se shteti shqiptar pa dash të ndalojmë i majt apo i djathtë, sepse në fund gjithë një krah jemi, nuk ka dhënë kontributin e duhur për lehtësimin e nevojave të kësaj kategorie. Po të hellim një sy në qytetin e Shkodrës do të shohim me sytë tonë, sepse pothuajse asnjë lloj sinjalistike nuk i kushtohet kësaj kategorie, nuk kemi zona të caktuara për ta, nuk kemi vend parkime të caktuar për ta, nuk kemi banjo të caktuar për ta, institucionet shtetërore nuk kanë një rampa të caktuar për ta. Pra, duket sikur ne jemi i vetmi vend në Europë që ne këta nuk i konsiderojmë. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Pra, nëse i konsiderojmë veten një shtet social që i tillë pretendojmë që jemi, ne duhet këtë kategori ta trajtojmë në mënyrë më të veçantë. Ka jashtëzakonisht pak investime për integrimin e plot të kësaj kategorie. Ndonë se numri i kërkesave është mjaft i lartë, vetëm 10 prej personave me aftësi ndryshe kanë arritur të punësohen nga zyra e punës. Nga 157 persona me aftësi ndryshe, që i përkasin moshave nga 16 deri në 30 vjeç, të regjistruar dhe aktiv punëkërkues pranë zyrës sonë, 30% e kësaj shifër vijnë nga projekti Shpresë. Ne si zyrë pune nuk them se kemi bërë shumë, them duhet bë pafund. Nuk duhet heqë dorë kurrë në integrimin e këtij target grupi. Ndërsa drejtoresha e shërbimit social Valbona Tula bëri të ditur se së shpejti do të implementohet skema e re për personat me aftësi ndryshe. Ku mbas disa ditësh, vetë ministri, që po qarkullon në çdo qark të Shqipërisë, do të sigurojë pikërisht një marrëveshje, do të vinë në Shkodër, në qarkun e Shkodrës, për të nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit pikërisht për impaktin social midis 5 bashkive, që do thotë një potencial shumë i fuqishëm do jenë bashkit që do të trajtojnë çdo problematik të çdo qytetari nga një cep i qarkut në cepin në skajin tjetër, që do thot asnjë person mos të qëndrojë pa mbuluar me shërbime. Gjatë këtij takimi, të pranishmit teksa kërkuan bashkëpunimin e të gjithë aktorëve për një vëmendje më të madhe ndaj kësaj kategorie, ata vlerësuan punën e shoqatës Shpresa për 21 vite me radhë në qytetin e Shkodrës.